ja dolen të bëjnë të pamundurën të mundur. Ja dolen me përpjekjet e tyre mbi njerëzore, me luftën e tyre, të bëjnë të pavarur Kosovën, të mos jenë më të shtypur siç ishin. Dhe në këtë 18 vjetor, Kosova vjen si një shtet, si një shembull demokracie, drite, shprese për rajonin dhe shqiptarët. Pra, kthehem në ato vite, kur presidenti Ibrahim Rugova çdo ditë përsërishte kërkesën për pavarësi. Ju them unë ju këtu se absolutisht asnjëri në një kancelari të huaj nuk e mbështes të këtë kërkesë. Por ja që ajo u bë realitet, sepse ajo është një kauzë e drejtë dhe u bë një kauzë e vendeve më të mëdha, të cilat kanë sot Shtetet e Bashkuara dhe vendet tjera mirënjohjen tonë më të pakufishme. Kështu që gëzuar edhe një herë datën e dytë më të rëndësishme në historinë tonë kombëtare pas pavarësisë së Shqipërisë. Miq, po të ndalemi sot të shohim pas 35 viteve, ne na ndodhi ajo që nuk ka ndodhur asnjërit prej vendeve ish komuniste. Në Shqipëri është vendosur një diktaturë e dytë. Një diktaturë jo siç ishte diktatura e parë, që ndalonte me ligj dhe kushtetut partitë politike, por një diktaturë autoritare që pranon pluralizmin dhe shtyp pluralizmin. Partia Demokratike solli në Shqipëri pluralizmin si motorin më të sigurt të zhvillimit të një kombi dhe të një shoqërie. Ata të cilët e lanë 45 vite në monizëm, sot janë vërsulur me tërbim kundër pluralizmit, kundër demokracisë, kundër kushtetutës, kundër lirive dhe drejtave të qytetarëve të kryqëzve të Shqipërisë. Sot, në qoftë se analizojmë, sot ka një njeri nga i cili të gjitha pushtetet varen, sot në 220.000 rrogtar të këtij shteti, më shumë se 200.000 i përkasin partisë shtet. I përkasin partisë shtet, e cila në të drejtën e Zotit, jo për të rënduar, por ka lind si parti krimi, është rrit si parti krimi, vazhdon si parti krimi, si fatkeqësia më e madhe kombëtare. Kjo është Partia Socialiste. Kjo parti, me në krye Edi Ramën, thash, ka vendosur një regjim i cili 3 gjëra, ka 3 shtylla kryesore. Ka vjedhjen, ka mashtrimin, ka krimin. Me këto 3 shtylla kryesore, kjo parti
po i bën Shqipërisë një zbrazje 3 herë më të madhe se sa zbrazja që i bëri pushtuesi serb duke zbatuar doktrinën e Çubillovicit Kosovës. Kur do njëherë, një komb në këto troje, kombi ynë në këto troje, nuk ka njohur një rrokullisje të tillë si këto 10 vite. Sot, vetëm hapësirën e Schengenit, hapësirën e Bashkimit Evropian, në 10 vite nga ky regjim u detyruan të largohen 1.1 milion shqiptar. Po të llogarisim dhe të tjerët, vendet tjera shkon mbi 45% e popullatës. Ku po shkojmë kështu ne? Njerëz adhetar që e doni këtë vend, le t'i shtrojmë pyetjen vetes, ku po shkojmë? Ne po shkojmë drejt zhdukjes. Zhdukjes së pashmangshme. Nga këta 1.100.000 që kanë ikur, 70% janë ndër 45 vjeç. Lindjet sot janë 76% më të ulta se 91-shin. Pse kjo? Pse nga viti 2007 në vitin 2014 populata në Kruj, në Tiranë dhe në Shqipëri rritej nga vitin vit. Rritej, është statistika, është instituti që e fakton. Çfarë ndodh tani? Ndodh sepse ky regjim me aktet, me plaçkitjen që bën, me mashtrimet që bën, me dhunën e formave të ndryshme, ky vret shpresën shqiptarëve. Ky ja u nxen diellin shqiptarëve. Ky ja u nxin jetën shqiptarëve. Ky regjim çfarë bën? Miq, ka pushtuar të 90-93% të medjave. Dhe ato i paguën miliona, dhjetra milion euro nga taksat tuaja për të mashtruar nga mëngjesi gjerë darkë. Në qoftë se në diktaturë hoxhiste, ne kishim një televizion dhe kishim 2-3 gazeta, po nga ana tjetër kishte dhe Zërin Amerikës, kishte dhe Radio Vatikanin, kishte dhe televizionin italian. Pra, orientoheshim më lehtë. Sot nuk ka më një zër i popullit. Janë 20, 30, 40 të tilla. Nuk ka më një radio televizion. Janë 90% e tyre. Çfarë ndodh me këtë moment? Taksat tuaja, parat tuaja shtrohen në mashtrim për ju. Mashtrimi shtrohet në vjedhje, shtrohet në errësirë. Dhe në këtë mënyrë shtrohet në votë, në këtë mënyrë shqiptarët largohen. Nuk shohin kur farë perspektive në këtë vend. Nuk shohin perspektivë
sepse krimi i trysnon. Janë 2 vende në Europë miq që kanë pësu, është dhe një vend tjetër që ka pësu këtë që kemi pësu ne, dhe kjo është Gjeorgjia. Edhe atje është një diktaturë autokratike. Edhe atje të gjitha pushtetet janë në një dorë. Por atje fuqia e vërtet është Rusia. Kurse në Shqipëri fuqia e vërtet është droga. Është droga. Janë miliardat e drogës. Ju ndigjuat për Ergys Agasin. Çfarë është Ergys Agasi? A mund të imagjinoni ju një njeri që ka një zyrë të madhe, që filmon e regjistron çdo gjë dhe mizën që i lviz, që thret ministra, që organizon vrasje, që thret gjyqtar, që thret kryepolice, tjerë e tjerë. Kush është ky? Ky është Edi Rama. Ergys Agasi ishte një ordiner, një nënpunës, një punojës, por që u bë gjithfuqishëm sepse ishte Edi Rama. Në fakt, merrte çdo natë udhëzimet e Edi Ramës. Tu them unë ju, nuk ka burra më të liq se këta 3 që do u them. Taulan Balla, si që të kjo Ervin Hoxhaj, dhe ministri tjetër para ti, Çuçi. Më të liq burrat nuk bëhen. Pa do të themi gjë. A mund ta imagjinoni ju, që ata i ka heqë qytetar Ergysi? Absolutisht. S'po duhem me lëshugojnë për ta. Të 3 i ka shkarkuar nga detyra. Pse? Sepse tregonte zero tolerancë ndaj tyre për të ndërhyrë në policinë e krimit. Nuk keni punë ju me prodën, apo stërprodën. Me këta nuk keni punë. E thirrën njërin prej tyre, dhe i thanë, shiko, ministër, ne me këta 3 kriminal në polici, ne ndërpresim marrëdhëniet me policinë. Dhe ky i thot, ju thot, këto fjalë mos mi thoni mua, se unë nuk kam asnjë autoritet tek ata. I gjitha autoriteti thot është tek kryeministri. Ai e ka në dorë këtë. Edhe ta shkojnë drejt e zyrë. I thonë, ne të kemi ardhur për këtë punë se ministri na tha këto fjalë. Çfarë ndodhi? E thirri. Mor legeni, tha. Ti u ke thënë atyre që i kam unë në dorë, pas 1 muaj e shkarkoj. Dhe këta e njerëz që unë i sulmoj çdo ditë në parlament, e keni pa ju? Por këto janë, ky është Ergysi. Ergysi pra ishte Edi Rama. Ne qeverisemi nga një njeri i cili e vërteta është kryetari i organizatës më të rrezikshme kriminale të Shqipërisë, të Ballkanit dhe të Europës, dhe ky është Edi Rama. Ndaj dhe ne jemi sot në një udhëkryq shumë të rrezikshëm. Është bërë bajate. Është bërë stër bajate, ja u them unë ju. Edhe unë e kuptoj. Kur ne çdo ditë rrjeshtojmë vjedhjet e tyre. Dhe Mirë, keni qëndruar drejt për së drejti me kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Berisha, në foltoren e radhës, këtë herë në Krujë, në takim me qytetarët mbështetës të kësaj force politike. Kemi qenë së bashku në transmetim të drejtë